Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Unë jam Ajlinda, për ju që po më shikoni për herë të parë, e nëse keni dëshirë, shtypni butonin subscribe, edhe ju të tjerët që më ndiqni prej kohës, shtypni butonin e zilës që të njoftoheni për të gjitha videot që dalin, sepse unë gjithmonë harroj t'ju lajmëroj në Instagram kur del video e re. Tani, në kaq shumë kohë, jemi në pushimet e Pashkëve, që këtu janë 2 javë, është java e parë e enjte, pothuajse mbaroi. Edhe nuk mbaj mend kur kam bërë një video se filmova dhe çfarë, një hyrje kështu dal nga dal, në qetësi, pa u nxituar. Nuk e di, shumë mirë. Dhe kjo është sepse kemi not sot, swimming lesson, kurs noti Alina dhe Roeli, dhe ka në orën 4 të pasdites. Tani është ora 1. Edhe unë e kam marrë mëngjesin me qetësi, kam bërë thonjtë të këmbës, bëra thonjtë të duarve që kanë dalë kaq super cute me këtë Ladybird. Shikoni? Nuk e di, i adhuroj, po kjo është trust the process, sepse kur e nisa më ngjanin skandale dhe thash do i heq apo do bëj ndonjë gjë tjetër, po përdova t'i heq me frezë, kështu që vazhdova, thash hajde për 1-2 javë, mirë do jenë. Kështu që i kam marrë me qetësi, mbarova disa telefonata që kisha për të bërë, për të rregulluar ca direct debit, sepse kam ndryshuar kartën time të bankës, edhe me që jam këtu, mbase ju shërben si këshillet e juve, unë kur kisha ardhur këtu, nga që nuk kisha një insurance number dhe nuk kisha akoma leje qëndrimi, isha vetëm me vizën, por më duhej një kartë banke, kështu që nuk mund të hapja një bank normale të Anglisë, të UK, kështu që me këshillën e avokates që na ndihmoi për të aplikuar për fëmijët, hapa një bank internacionale, që është shumë në rregull, domethënë është absolutisht okay. Por unë nuk e ndryshova më, sepse ajo normalisht funksionon si bank, por thjesht pastaj nëse do të marrësh nuk e di, kredi, ose të kesh një credit score këtu, ose gjëra të tjera nuk e di, nuk e merr dot. Nëse unë e mbajta për disa vite, pastaj kur shkova që të merja telefonin, para një viti bëhet fjalë, dhe unë prapë nuk e kisha ndryshuar. Që të ndryshoj edhe numrin e bëra Vodafone, kontratën e të gjitha, dhe nuk u pranua me kartën time për këtë arsye, sepse ishte kartë internacionale. Nëse e bëm me kartën e Erionit në atë kohë, edhe ai burri që ishte atje më tha, punonjësi do me thënë, agenti, burri punonjësi, agenti, po them, më tha që është për të mirën tënde që të hapësh, drita e diellit ka diferencë me ring light. Më tha që të hapësh një account, një banke normale këtu, që të krijosh një credit score dhe një historik tëndin në UK, sepse nesër pas nesër nuk i dihet, mund të duhet për njërën tjetrën kështu, e unë thash okay, dhe thjesht e kam lënë pas dore. Kur para disa muajve më vjen email që accounti do mbyllet, sepse këta bëjnë verifikime çdo disa kohë, nuk e di. Edhe mund të verifikohesh me pasaport amerikane, më duket te kjo banka. Në mos gaboj ka qenë amerikane internacionale, diçka e tillë. Nuk jam interesuar asnjëherë për të, kështu që pasaport europiane, nuk mbaj mend çfarë tjetër, nëse unë mund ta bëja me share code, sepse nuk e bëj dot me pasaport shqiptare. As residence card nuk ekziston më si kartë fizike, ka skaduar këtu e 2 vite tani më, sa u bën. Kështu që e provova me share code, por me sa duket nuk funksionoi, edhe ose mbase nuk e mbyllin, sepse unë hapur e kam akoma, por që mu desh të transferoja pastaj të gjithë pagesat e gjërat, kështu që këtë mëngjes u mora me këto telefonatat për të vendosur direct debit, cancel taxe, ujë, gjëra të tilla, kështu që janë të bezdisshme, sepse duhet rish në telefon të dhënat, spell your name, se normalisht Majlinda është Majgjlinda, edhe nuk e di sa herë 4 vite që jam këtu, nuk e di domethënë sa herë mund ta kem gërmëzuar emrin tim anglisht. M for mother. AJ. Me këtë jam marrë këtë mëngjes, kështu avash, ndërkohë që po drejtoja flokët, prandaj dhe nuk bëra video,
por që kjo ishte këshilla, nëse në momentin më të parë që keni dokumentacion të rregullt, ku jetoni në një shtet, është mirë që të keni një account banke nacionale të vendit ku jetoni. Që pse jo, sepse unë për shembull edhe në punë rrogat që kam marrë dhe pagesat që janë bërë të gjitha i kam bërë me atë kartë, kur mund të kisha ndërtuar një far historiku ose një gjë. Anyway, nuk është se më prish ndonjë punë, thjesht erdhi momenti për t'u bërë dhe shumë mirë që u bë. Thjesht duhet është e bezdisshme se pastaj jo Amazon, jo kudo duhet ndryshoj prap kartën, edhe kjo është e lodhshme më shumë se sa ndonjë gjë kush e di se çfarë. Ne jemi bërë gati, unë doja të shkoja në supermarket, por nuk dua të shkoj me nxitim që pastaj të vim te shtëpia të lëm gjërat edhe të shkojmë pastaj për notë. Kështu që thash le të shkojmë të pim një kafe rehat këtu afër në High Street, edhe pastaj në varësi të kohës, sepse 28 minuta e kemi në këmbë për të ecur, madje nga lumi në park është shumë bukur, shkojmë deri te pishina, ose mund marrim autobusin, nuk e di dhe por ashi ose po nuk janë këto në Terezi, dhe pasi të mbaroj notin, thash të shkojmë në supermarket që të marrim. Nuk dua të marr shumë gjëra, por do marr disa gjëra që mund t'i harroj, të tipit erza që gja i kam harruar tani, edhe që dua pak qetësi dhe nuk do i marr, nuk e di. Këto dua të marr, nuk e di se sa do e bëj, se do marr dhe gjëra tjera kur shkojmë pastaj atje, por e rëndësishme është që do dalim të shijojmë një kafe si njerëz. Çapaqullat janë veshur, i kam lënë duke parë televizor. Divani është pothuajse ngjitur me televizorin, sepse unë më kapi damllaja që thonë për të lyer prap, për t'i dhënë dorën e fundit sallonit, se realisht nuk po e shikoj dot më pa kornizat nëpër mur, ose më duket shumë e çuditshme se unë i kisha vënë edhe i hoqa dhe pastaj ngelën ashtu, kështu që por më mori gjithë pasditën pjesa njëra faqe dhe shumë pak nga tavani. Pastaj kur erdhi Erioni, bëri faqen më të madhe dhe një pjesë të tavanit për një çerekore, besoj. Edhe kur e pash kisha ngelur kështu, wow. Edhe i thash që më deshën 4 orë që të bëj atë. Kështu që i kam lënë aty që ta mbaroj, shpresoj sot kur të vi nga puna. Ndërsa dhomën e Roelit e kam mbaruar, do të thënë e kam mbaruar dje. Presim që të vi komodina me sirtar dhe bookshelf për Roelin. Edhe kështu iku koha, mbron pastaj ndarë kishim bërë gjithë boj, edhe unë doja ta mbaroja, po nejse Erioni u lot se ishte edhe gjithë ditën në punë. Edhe se unë e kam bezdi kur e nis, dua ta mbaroj dhe nuk dua të kem bojra e gjëra nëpër duar, fytyr flok isha bërë si një bojaxhi. Kështu që mora kohën time sot që të rregullohem pak, të bëhem një njeri tamam dhe ta shijoj atë kafen jashtë. Kam shumë kohë që se bëj këtë në fakt. Kam ca kohë që nuk e bëj këtë. Dhe ta mendosh që iku java e parë e pushimit. Tani po ju lej që të shikoni, wow, 9 minuta sa shumë kam folur. Shpresoj që kur të editoj të heq ndonjë pjesë ose ndonjë gjë mbase të tepërt, ose ndërhyrjet e mia të tipit që më doli dielli sa bukur e kështu ashtu. Por që po ju lej të shikoni çfarë kam filmuar edhe të marr çapaqula dhe të nisemi për tek kafja. Outfit çati ju tregoj këtu. Kjo cardigan kështu që e keni parë edhe herë tjetër, po e vesha si ju shkon thonjve dhe është e lirshme. Kjo kanatierja është crop, kam veshur xhinset e grisura, që do t'ja tregoj rrugës tani se nuk e ngrej dot këmbën kaq lart. Ika. It's okay, don't worry, take your time. Roma e lazer, do të thënë makineri, mbarova seancën e fundit, që është e vjetra, edhe do jetë mirë që të bëj dhe 6, por jo. Nejse, do ja shpjegoj më vonë. Ne kemi filluar zbukurimet për Pashkët, edhe kam vënë këtu në mes. Këto janë fake, ja kam treguar lulet. Edhe këto vezët po ashtu, ka akoma nga këto
mbajtëset që janë si foleza të vogla nga aty poshtë. Edhe okej, duken më mirë tani. Këto janë kovat që ju tregova, edhe vura edhe atë jastikun aty që t'i japim pakës ngjyra. Edhe po mendoja që te kovat, me që nesër është e hënë dhe janë 1 javë deri tek Pashkët, në disa copë ka, po do t'ju afus të dyve dhe mund të hanë nga 1 çdo ditë, kështu si me që janë Pashkët, domethënë, vetëm për këtë, jo për çë tjetër. Okej, shikojeni. Këto i kanë brenda nga 1 çdo ditë. Edhe kështu. Besoj se është cute. Bukur dolën. Jemi përgati. Dhe do ikim në xhiro me shokun e këtyre. Ndërkohë kam marrë kutia sepse erdhën dhuratat. Sa shumë më bën. Dhuratat e parakoshme të Pashkëve. Ja ku e ka skuterin Alina. Edhe ca boj, edhe ca bajman që tjetër, edhe po hedh kartonat, se pushet shtëpia lot. U prish dhe fshesa me korrent, u prish, duhet me marrë një tjetër, duhet se. Koha sot, ranët. Ka ndryshuar edhe ora, edhe, nëse kisha vënë re fare vetëm, kur më tha mami, o sot i madh. This is the shop. It was a park. Here. It was park. They just took the half of the park and then they Oh, parking or park? park. Park. This was a park. Oh, so this is a new one. Yeah, feel it, Alina. It's just water, Alina. We can go. That means it might be about the. That's a sausage dog. Just look at it. Don't touch. Oh my god. That is the gaming thing. You see Xbox? I had like this Wow. like that one. You put cassette inside. Why is there only Xbox and not PS5? They are old ones. If you read, you might see that's why it's called History of Design. I think this makes music. Yeah. I don't know, where did you get that from? Freddie. Guys, do you want... Wait. Oh wait, guys, stop it. It shows here, look. Triple clip. So look. Oh, Freddie. What is this? 3D printer. Oh wow. I never seen one of this. Wait, that means you even can print Like this, And it's a big prints one. like these things. Not a. It's not like a This is a paper. very big. Yeah. That's a good one. Work in progress. I think so. Look at the pages that everyone has made. They can make something. Don't put it back, please. plastic. It's the 3. I know. These are very nice. Yes. Look at the old This phones. is how it was made. Oh my god, MP players. iBook. Yeah. My first Sony.
Mum, this is how it was made first, and then it was made like that. Okay. This is a huge one. This got another one. Betty, look, another one. Well, this is gonna be the future design, probably. Alina, put it back, Mamush. I can't hear you. Going away. So this is the bridge. This is the slide when we go down. This is the plates and the food. No. And as we climb up here, this is our home. Where we sit down. Let me check if it's nice and neat. This is the wall I'm trying to build. This is a log. And then the best bit, there's two best bit, is this tunnel right here, which is right under. And then the best thing is the rifles and the weapons and table. But right now it's lunchtime, so bye bye. Guys, you know where I have one? We'll see on the way. Or maybe not this way. Yeah, adventure program. We're going here, guys. There is Here, the playground there. Which is... And I've signed them up for stage 1, both of them. So, yeah. Then I'll sign up. Whoa! Come on! Oh, look at her coat. Yes, Alina, come. Oh, I don't like. I'll check. Yeah, it says congratulations. It should be a wedding or something. Oh, green, come on. The 2 block. And now E kishit parë ndonjëherë ju kalamiqe nga këto legot kështu që janë squishy? I morëm në charity shop kur erdhëm në shtëpi edhe ulëm të rrim pak këto. I'm trying to find our sharp bit. No, can Po vetëm unë po shikoj. Look at the big one. Walking on water. I think I saw Jesus Wait, walking what have on we water. left at the bench? Oh, Mum, I think Wow. I saw Jesus walking on water. No, it's flying. I've never seen Jesus walking on water. Oh, I don't like to see. Të gjitha këtë një, mami. Kishim shokun në këtu. Edhe kështu ka përfunduar vendi, po knaqen. Erdhëm si pa plan, domethënë. Edhe shkuam, vizituam edhe një muze pa plan, Design Museum, që s'ke nevojë të bësh booking dhe nuk ishte fare busy. was mine. Është okay, mund të bësh tjetrën. Edhe erdhëm në shtëpi Lozën, tani sa ikën ato, është ora 5 e ca. Edhe shpejto, edhe pak ngelen. Rael ke edhe ngjyrat, mamush. Edhe mora këtë unë, kisha marrë nga Temu. Shëndet. 14 pound më duket. Po shumë e mirë. Where's this book and box? In the bin, just leave it outside. Merr këto të voglat një herë. Edhe ka këto si organizues, po shumë i mirë për lodrat. Wow, we're doing Edhe all morëm, that. vendosëm këto që blem. Këtu, e do vendosim edhe gjërat e tjera. Edhe This kështu. is my shop. U prish dhe fshesa me korrent, mbrëm, kështu që porosita se nuk ja dile dot në tapet pa fshes. Është mbushur aty me kutia ndërkohë. Edhe këtu lëre mos pyet. Nëse këto janë të fshesës, edhe mora si kjo, ishte goxha e lirë, sa për shpresoj të zgjasi, po Mom, kështu. Edhe përdora
Duket mirë, bën dhe dritë. Nuk e di po ju a tregova, por ky ishte përfundimi. E kam vënë këtu te dritarja. O zot, si jam, e kam larë fytyrën 2 herë, po kam akoma boj. Por që rëndësi ka. Jam bërë dhe nga krahët edhe rrobat e të gjitha, por dhomën e Roelit e mbarova. Prit. Ja, blici nuk bën gjë. Besoj që është goxha mirë, përveç një ngjyre atje dhe një mbrapa derës së kuzhinës që nuk e kuptoj se pse nuk e mbulon boja. Shikoni, i kam rënë disa herë, po do pres thahet edhe t'i bie prap nga lart. Edhe pjesa tjetër është goxha mirë. Tani, kam filluar të vendos këto yjet te dhoma Roelit, por nuk do t'i vendos në tavan, sepse it's a hard job, kështu që do t'i vendos te kjo faqja e murit, që do ketë dhe krevatin te kjo ana këtej, edhe i glow in the dark, se sa, sot i motora ime, se sa do funksionoj, nuk e di, po do jenë si dekor. Edhe shikoni sa kam, kurse Alina ka 2 pako. Më në fund e mbarova dhomën e Roelit. Tapeti është larë, është tharë brenda ditës, e lava në lavatriçe, e nxora në balkon, kështu që ishte në rregull. Aty mund vendosi gjëra për dekor ose ndonjë libër që lexon, të bëj çfarë të doj. Nëse krevati ka qenë nga Joan, donte ta nxirrte këtej, edhe kishte të drejtë sepse liron shumë hapësirë. Sepse mungon akoma, presim që të vi komodina me sirtar, edhe bookshelf për librat që të vendosen këtu. Mbase komodinën mund ta lëm dhe te dhoma e Alinës, por që do me thënë, ideja është që ka hapësirë dhe për një garderob të vogël, se sa rroba ka Roeli. I kam vënë këtë koshin me arusha derisa të vendosim te muri, atë që ju kam treguar, besoj që e kam marrë te Temu, që është kështu si jo kosh, si rjet që varet dhe vendosen këto arushat. I kam lënë çantën e shkollës aty, edhe këtë lojen që e kam ardhur për vitri, është shumë e mirë. Edhe këtej pastaj i kam vënë këtë gjitsen, i pëlqen shumë dhe mund ta shikoj nga krevati vet. Dhe këtej i kam vënë këto yjet që nuk i vendosja dot në tavan realisht. Kështu që i vendosa këtu në një formë kështu, jo rrethore, po që të ngjajë si qielli, domethënë. Tani këto janë suppose që të bëjnë dritë natën, nuk e di se sa të bëjnë, se nga Temu janë, por që është mirë. Pastaj këtu kam vendosur lodrat, makinat, këto sticky blocks që kemi shumë, se kisha marrë 2 dhe për Alinën edhe për këtë. Number blocks, këto bloqet e tjera, këtu janë popit të ndryshme, kafsh që kryesojnë dinozaurët, këtu janë domino, letra, dylbi, teleskopi, top, kotë me thënë. Këtu janë ca gjërat Alinës që mos të ndihet keq për momentin, se i kisha lënë te dhoma e Alinës, por do i marr një tjetër se nuk më pëlqyen këto ngjyrat te dhoma e Alinës, kështu që do shikojmë. Nëse kur të vi bookshelf, librat këto edhe të tjerë që janë te dhoma e Alinës, do t'i sistemojmë aty. I kam vënë kufjet, këtë të Minecraft që është dhe si astik dhe të mbron syt, është për udhëtim, po ky e përdor edhe ndonjëherë kur do të flej gjumë, kështu qetësi. Poshtë i kam vendosur Jenga Tower, Tumble Tower, që mund të lozet, këtë dinozaurin gjigant, lojën e futbollit dhe poshtë është një math game me magnete dhe këto janë 5 libra që mori dhuratë për seti librave që mori dhuratë për Pashkë dhe ka filluar të lexoj këtë. I kam dhënë 100 milion bookmarks, po përdor një fletë që me sa duket është e brisur nga një libër. Çon si ka. Ndërsa këto zotërinj t'i vura këtu, të rinë në dritare, duhet ju kontrolloj baterit 1, 2, 3. Edhe kështu
mbaroj, kam bërë një punë të madhe, realisht, edhe jam shumë e lumtur. Doja t'i ngjisja 1-2 gjëra aty, por thash mbase më vonë. Edhe kështu. Dritë, jam shumë e lumtur, e lodhur me pojë dhe të gjitha, por doja dhe të bëja thonjë sonte, mund t'i bëj se është edhe biku, se janë shkatruar. Edhe nesër kemi not pasdite. Tani nuk e di sa do arrit sistemoj unë që është bërë pjesa tjetër e shtëpisë. O nëne, do me thënë nga dhoma ime s'kam rreguar as krevatin akoma, është pasdite tani, por që vetëm kam larë renët, edhe do ju bëj chicken nuggets që të hanë, edhe nesër nuk e di, mbase mund ma japi truri që të vazhdoj me lyerjet. Nuk e di, duke parë, duke bërë. Qikojmë që të bëj dhe sonte, se që të regoja është dhe kjo në gjithësia e vockël këtu, e njëjta me atë të topit. Ja vendosa te koka, edhe ky krevati është shumë i mirë, më pëlqen shumë, por mund t'i bëj dhe një vit, besoj i bën, pastaj do duhet që të marri një krevat normal, sepse duket i madh, po është kjo pjesa këtu që është trasa, është ajo pjesa tjetër kështu si e futur, kështu që do një single bed, tamam të me thënë. Por që ja, do shikoj në darkë se si do jetë gjendja e qiellit në dhomë. Jej, o sot jam katandisur si më sta. I drejtova flokët unë, jam marrë sot me asnjë gjë. Drejtova flokët, ndërkohë që po rregulloja disa direct debit, se kam ndryshuar kartën e bankës edhe është shumë acaruese si gjë, por edhe shumë si një këshill, po them tani, sepse karta që unë kisha është një bankë që është ndërkombëtare, nuk është angleze, dhe unë e kam hapur që kur kam ardhur këtu, dhe duke qenë se nuk kisha një insurance number ose dokumentat, isha me vizë, nuk hapja dot gjë tjetër, ashtu siç nuk merja dot një numër Vodafone ose të një kompanie që është këtu, edhe kisha marrë Smarti, si që merrnin, ishte më shumë për studentët, a diçka e tillë nuk mbaj mend, kështu që edhe karta e bankës që unë hapa, që ma sugjeroi avokatja që na ndihmoi për aplikimet e fëmijëve, edhe ishte kjo karta e bankës, të cilën unë nuk e ndryshova asnjëherë. Dhe kur mora pastaj telefonin që kam, që bëra dhe kontratën. Hami mam! The video is 52 minutes. Yeah, I will come in 10 minutes and then you'll change it, okay? Okay. Ik tani. Anina. You don't need to annoy her. When I'll come, I'll tell her. U qova tani të vishëm. Nesër kam në mendje diçka, por nuk e di sa do e realizoj, se gjëja e keqe me mua është që kur ri në shtëpi, unë pastaj filloj përtoj dhe nuk dua të dal, edhe nuk më pëlqen kjo gjë, se unë e dini ju, unë më pëlqen të ri në darkë, të kem kohën time pakës, por nuk rritot, nuk mbyllen brenda. Nuk është për mua. Kështu që nuk dua që të bëhem përtace. Por yes, mbase dua që të lexoj pak librin tim kur t'ulem te kafja, dhe mbase ju marr dhe telefonin ose do një lojë, se pushim janë këta. Pse mos ta bëj? Mbase, kështu them, e pastaj them, merrni libra, gjëra, çfarë do ngjyrosni, çfarë do bëni, si të kaloni kohën atje. Si një witch, duket vetëm një herë. Duket sikur unë jam, do me thënë, ajo që jam njeriu më strikt, edhe mendoj ndonjëherë am duan vërtet më kalaminçat. Se janë kaq gjëra që duhet t'ju thuash jo. Por ose për shembull tek ëmbëlsirat, po më kërkojnë akullore çdo ditë, ju kam thënë që do hani akullore të enjten pasi të mbaroni swimming, notin. Edhe i kam marrë, janë akullore në frigorifer,
edhe çdo ditë thon a ti ham sot dhe mos ti ham të njëjtën. Sot dalim të këtë vetë është më keqe. E thonë çdo ditë, jo, ju kam thënë të njëjtën. Por kanë ngrënë ato çokoladat e vockla, kanë ngrënë nga një çdo ditë, edhe unë i kontrolloj ato kovat e them sa ditë kanë ngelur për Pashkët. Edhe thonë edhe 3 ditë, edhe 4 ditë, kështu që kanë ngrënë nga një çokoladë. Qa mund të kenë ngrënë? Kanë ngrënë në ëmbëlsira këto kohë, por është shumë e vështirë t'ju thuash jo gjithë kohën. Edhe sepse ngjan e keqe ose nuk e di. Si jeni ju mama me këto jo po tolerimet, se unë e di që jam strikte, por as nuk ju mungon as një që, sepse i marrin të gjitha, po mbase jo kur duan, nuk e di. Anyway, ika. Kanë bateri. Po ti? Tikil. A je përgjumshëm? Po? Po shopa këtu. O, dashuri e vockës ti. Po. U lodhëm. Është mbeturina, mam, jo pluhur, se pluhuri nuk rin ujë. O, sa bukur, Sa bukur, Po ecim në deri te pishina, se jemi herët, edhe kemi kohë. Okay, maybe. Pa bëj edhe njëra Lina muzikën. Po i që këmbët nga ty me slagën. My only sunshine. This is a good idea. Mom, imagining I could swim in there. I could take my clothes off and this one. I need whatever. I don't know what to put. You are mine. Në mes të një sheri. Në mes të një sheri. Një sherr nga Roeli. Cheers. Wow. Pas ka ca një aty. Unë s'kam gjë për të pirë, unë ju mora juve. Cheers. Cheers. Let's do it all together. Hajde, quickly. 3, 2, 1. Cheers. Okay, hajde, kujdes se ka bicikleta. On the side për ballë. E mbaruam notin, ne? I don't usually let us you drink Fanta, Alina, po sot kisha premtuar. Yay. Edhe bët shumë mirë, dole shumë mirë aty te noti. E mbaruam, është kohë fantastike madh. Edhe shikoni, fantastike. Kjo Fanta kaq e mirë, u pendova që s'mora një dhe për vete. Ha, mam. I don't know what factor. Jo, mund të rini të ecni avash. O, sa bukur. Po, mund të uleni aty pak të kjo bordura, sa të mbaroni pijen. I'm jealous of you guys. Si nuk mora dhe unë një Fanta. I see the pictures. You can see there. I need to see the pictures. I thought he's gonna step on our heads. I'm gonna step on your head. No.